U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej në pjesën e dytë të emisionit ton. Gjithmonë kemi të ftuarit tanë special ku ne mundohemi të trajtojmë tema të ndryshme. Kësaj radhe do flasim për kullotat shtetërore, të cilët të përbëjnë një nga resurset më të rëndësishme natyrore për zhvillimin e blegtorisë në vend. Menaxhimi i tyre i drejtë, investimet në infrastrukturë, kontrolli ndaj uzurpimeve si dhe krijimi i kushteve më të favorshme, të themi, për fermerët janë çështjet kyçe për një sektor që po përballet me sfida, të themi, serioze. Sot do të flasim për funksionimin e kësaj ndërmarrje, për investimet e sfidat në teren, si dhe për planet konkrete që synojnë ta bëjnë më të qëndrueshme dhe më tërheqëse blegtorinë në vend. Dhe këtu me mua në studio kemi drejtorin e ndërmarrjes publike të kullosave, zotrin Bashkim Asani. Mirë se erdhët, i nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirëmëngjes për ju, shikuesit tuaj, falënderit për ftesën dhe mundësinë që na jepni të jemi këtu bashkë me ju në emisionin tuaj dhe në televizionin tonë. Atëherë në fillim të flasim pak për rolin e ndërmarrjes së kullotave shtetërore, të themi cili është roli kryesor, të themi, kësaj ndërmarrje. Ndërmarrja publike shtetërore kullotat e vendit është ndërmarrje e themeluar nga qeveria e vendit për të menaxhuar, administruar me kullotat e vendit dhe normal për t'i mbrojtur ato, për t'i zhvilluar ata dhe për të krijuar mundësi sa më të mëdha që këto pasuri të kullotave të mund në mënyrë të drejtë dhe pa pengesa t'i shfrytëzojnë blegtorët e vendit tonë. Do të thënë thjesht menaxhon, siguron mbrojtjen e tyre dhe zhvillimin e tyre. Mund të na thuani sa kullota shtetërore menaxhoni ju si ndërmarrje dhe sa përqind prej tyre mund të themi janë aktualisht aktive dhe sa janë të pashfrytzuar? Ndërmarrja për menaxhim me kullotat realisht nuk ka ndonjë regjistër të vetin i cili do të mundsonte që në kohë reale të dihet se sa janë hapësirat e kullotave në vend, por nga enti statistikor, gjithësisht të dhënat e entit statistikor, shkruhet që në vendin tonë afërsisht janë mbi 700.000 hektar kullota, të cilët normal jo gjithë mund të shfrytëzohen nga blegtorët, për një pjesë bukur e mirë këtyre hapësirave shfrytëzohen nga blegtorët e vendit tonë dhe normal për këtë problematik jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me ekspertë të Bankës Botërore, por edhe të vendit, për të siguruar një regjistër qendror ku ndërmarrjes tonë do t'i mundsonte në kohë reale të dihet se sa prej këtyre kullotave ka në vendin tonë dhe sa të dihet në kohë reale sa ato menaxhohen, numri i të cilët shfrytëzohet nga blegtorët dhe numri i cili nuk shfrytëzohet. Edhe besoj ashtu siç e përmenda edhe më herët, me ndihmën e ekspertëve të Bankës Botërore punojmë në evidentimin e këtyre kullotave dhe normal i shohim edhe mundësitë për të krijuar edhe softvere të ndryshme, aplikacione të ndryshme, ku do mund atë që thash në kohë reale të dim se sa janë kullotat, sa ta shfrytëzohen dhe sa nga to nuk shfrytëzohen. Edhe besoj që me angazhimin edhe të Ministrisë Bujqësisë, edhe të Bankës Botërore, besoj që edhe këtë sfidë do e të kalojmë si ndërmarrje. Të flasim pak për procedurat për të marrë në shfrytëzim një kullotë shtetërore, cila është ajo procedurë, si shkon kjo pjesa për gjithë ata që kanë interesi? Mbas rregullores e cila është në fuqi, rregullore e cila është sjellur nga Këshilli Drejtues i ndërmarrjes, Këshill Drejtues në përbërje prej 7 antarë të cilët emërohen nga qeveria e vendit për të siguruar mbarvajtjen e institucionit. Kjo rregullore, domethënë, afron kushte shumë transparente dhe procedura shumë të lehta që një blegtor mund të bëhet shfrytëzuesi një kullote shtetërore. Thjesht paraqitet në hapësirat e ndërmarrjes tonë me letër njoftim,
plotëson aplikimin me vërtetim për numrin e krerëve të cilët i posedon, dhe normal brenda 1 deri 2 ditë i sigurohet edhe nënshkruan kontratë për shfrytëzimin e këtyre kullotave. Mund të na thoni sa janë tarifat për shfrytëzim të përballueshme për blegtorët e vegjël të vet? Tarifat, gjithësisht çmimorja, e cila sillet gjithësisht propozohet nga Këshilli Drejtues dhe miratohet nga qeveria e vendit, janë të strukturuara ashtu që janë të përballueshme për blegtorët, mund të them se janë shumë simbolike, nga ajo të cilat përfitimet të cilat ato i marrin, edhe deri më tani nga këto çmime kemi vërej që blegtorët nuk kanë pas ndonjë vërejtje të theksuar, por këto çmime ju mundsojnë dhe nuk ju bëjnë pengesë në kultivimin e kësaj veprimtarie. Domethënë janë shumë të përballueshme edhe të përsëris janë, mund të them edhe simbolike. Sa investime konkrete janë bërë në këto 2 vitet e fundit për përmirësimin e kullotave? Pasi që ju e potencua që jeni për një kohë të shkurtër. Po, ndoshta jo 2 vitet e fundit, por ndoshta 3-4 vitet e fundit, kështu në vlerë, afërsisht janë investuar mbi 40 milion denar, mjetë këto të siguruara nga programat të cilën na përkrahen edhe Ministria e Bujqësisë, ndoshta nuk është një vlerë e duhur për nevojat të cilët realisht i kanë blegtorët, por nuk janë edhe pak mjete, me të njëjtat të cilat kemi bë investime në për kullotat e vendit, normal duke hapur edhe puse për ujë, duke rehabilituar rrugë deri në përqasje më të lehtë në kullotat, edhe pajisje tjera të cilat blegtorët i shfrytëzojnë për kultivimin e blegtorisë. Më dhe në altë poshtë mbi 40 milion denar janë mjetet të investuara nga ndërmarrja për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e kullotave shtetërore. Të flasim pak për ankesat, ku ka ankesa për mungesë të ujit dhe infrastrukturë në disa kullota. Mund të na thoni si zgjidhet ky problem? E përmenda edhe më herët, nga këto investimet të cilët i bën ndërmarrja jo në kullotat, ndoshta jo shumica, por një pjesë bukur e mirë e këtyre mjeteve investon në hapjen e puseve për ujë, në vendbanimet gjithësisht në kullotat ku uji është problem. Ka mjete ku investojmë edhe në gypa për ujë, ku mund të bartim ujtin nga një burim deri në një kullot ku ka më pak ujë. Realisht, mungesa e ujit në disa vendbanime është një sfidë, meqense kullota dhe uji janë burimi kryesor për kultivimin e blegtorisë. Domethënë, është sfidë në të cilën punohet, duke investuar në puse dhe në gypa për ujë, por në altë poshtë shumica e kullotave e cila shfrytëzohet nga blegtorë, qoftë të mesëm apo të mëdhenj, janë të vendosur në lokalitetet ku nuk ka problem me ujin. Në vendet ku na paraqiten mundohemi aq sa na afrohen mundësitë që të bëjmë investime në puse, në hapje pusesh dhe në bartje të ujit nga një vendbanim në vendbanim tjetër nëpërmjet gypave. Të flasim pak duke qenë se ndërmarrja juaj ka dhe veprimtari ndihmëse për mbarështimin e kafshëve. Sa realisht të themi ndihmon kjo në rritjen e prodhimit blegtoral? Nuk ka veprimtari ndihmëse ndërmarrja, por pavarësisht që nuk ka veprimtari ndihmëse dhe nuk e kemi si punë bashkë me ekipin dhe normal me të punësuarit që kemi, ofrojmë edhe ndihma
të kësaj natyre, po jo vetëm kësaj natyre, po edhe natyrave tjera, qoftë për edukim të blegtorëve apo për ndonjë nevojë apo kërkesë tjetër. Atëherë, ka raste të dëmtimit apo uzurpimit të kullotave dhe si veproni në këto raste? Ka raste sporadike ku paraqiten dëmtime, uzurpime, normal informacionet i marrim edhe mbas inspektoratit për bujqësi, cili normal që kemi një bashkëpunim mes nesh, por normal i marrim informatat edhe nga të punësuarit tonë, të cilët i kemi në 10 njësi rajonale në përqytetet të ndryshme të vendit. Normal, në rastin kur e kuptojmë që ka rastet të tilla, paralajmërojmë shfrytzuesin ose uzurpuesin e kullotës. Nëse nuk ka reagime nga paralajmërimet tona, njëjti rast paraqitet edhe në Inspektorat të Bujqësisë, edhe normal ka procedura tjera ku Inspektorati i Bujqësisë pastaj reagon nëpër institucione tjera të vendit. Ka sanksione të themi për këto uzurpimet? Nuk ka sanksione, ashtu siç e përmenda, ka paralajmërime fillimisht, pastaj Ministria e Bujqësisë ka edhe procedura për të sankcionuar, edhe normal për të paraqitur edhe në institucione tjera si polici, prokurori e kështu me radhë. Sa kontrollet realizohen gjatë vitit për të parandaluar të themi dëmtimin apo uzurpimin e kullotave? A keni ekipe në teren të themi për kontrolle? Kontrollat janë të vazhdueshme, nuk janë t'i quaj kështu sezonale, janë të vazhdueshme, edhe normal të punësuarit të cilët i kemi në njësit rajonale, si Tetov, Gostivare, Kërçov, Struk, Dibër, Strumic, të më thënë 10 njësi rajonale, të njëjtit edhe konform vendit tyre të punës, e kam për detyrë edhe dalin të bëjnë edhe kontrole në teren. Dhe më thënë janë të vazhdueshme kontrollat, por fatmirësisht nuk ka keqpërdorime të mëdha nga ana e blegtorëve të kullotave, nga që se edhe blegtorët normal i llogarisin si kullotat, pavarësisht që menaxhohen nga ne, si një aset edhe të vetin, nga që i shfrytëzojmë për interesin e vetë dhe të biznesit tyre. A ekziston një plan i qartë të themi për rehabilitimin e kullotave të degraduara? Fatkeqësisht nuk ka plan afatgjatë, ka plan afatmesëm, mund ta quaj prej 2 deri në 5 vjet, për t'i rehabilituar kullotat të cilët eventualisht kërkojnë rehabilitim, dhe normal në raste të tilla ndoshta edhe nuk kullotat të cilët kërkojnë kështu lloj rehabilitimi, ndoshta edhe një periudhë të shkurt nuk i japim në shfrytëzim, ose në moment kur ka nevojë edhe për të investuar në një kullot, nuk e japim në shfrytëzim derisa të njëjtën e rehabilitojmë për shfrytëzim të më të qeshëm. Të flasim pak për të rinjat, zakonisht bujqësia dhe blegtoria fatkeqësisht mund të themi lirshëm që nuk konsiderohet më profesion të themi atraktiv për rinin. A keni të dhëna sa është mosha mesatare e blegtorëve që shfrytëzojnë këto kullotat, a ka të themi edhe interes nga ana e të rinjeve? Mosha mesatare e shfrytëzuesve të kullotave relativisht është e lartë, mund të them nga mosha 45 deri në moshën 60 vjeçare. Jo që s'ka interes, mendoj që nuk është i mjaftueshëm, por besoni që ka raste të cilët edhe të habisin nga blegtor edhe të rinj, të cilët shfrytëzojnë kullotat dhe merren me kultivimin e blegtorisë. Besoj që është perceptim, ashtu si që përmendat edhe ju, se është një profesion nuk është atraktiv, dhe perceptimi që profesioni është i vështirë, edhe ndoshta
edhe kjo ndikon në atë që rinia jo edhe lehtë mirët me këtë veprimtari, normal edhe migrimi e bën atë pjesën e vete, por në altë poshtë ka edhe mosh nga të rinj të cilët merren me blegtori, por do t'ishte ende më e kënaqshme në qoftë se numri i tyre edhe rritet, nga që nga përvojat deri tani të cilët dhe kontaktet të cilët i kam edhe me blegtorët e ri, mund të them lirisht se është një profesion i cili shumica e të rive kanë pranuar si një mundësi e mirë biznesi, edhe për veten, por edhe për familjen e tyre. Edhe për familje. A mendoni që apo prisi që me një plan të themi afatgjat, mos dëshira për këtë profesion të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në uljen e kërkesës për përdorimin e kullotave shtetërore? Në qoftë se nuk mbështetet dhe nuk subvencionohet nga shteti, por edhe nga institucionet, siç jemi ne, por edhe institucionet tjera, normal që mund të ndikone edhe në uljen e interesit për shfrytëzimin e kullotave, pikës pari, por edhe për t'u marrë edhe me këtë profesion, por besoj që me një plan afatgjat dhe me një mbështetje me politika të ndryshme nga vetë shteti dhe Ministria e Bujqësisë, besoj që ky interes mundet edhe të rritet, edhe pse ka programa të ndryshme edhe për të subvencionuar edhe blegtoria, por edhe shumë veprimtari tjera, ndoshta nuk janë shumë të mjaftueshme, por nga viti në vit ky subvencionim edhe rritet. Edhe besoj që me rritjen e subvencionimit, edhe me politika më afatgjate, besoj që ky interes edhe mund të rritet. Edhe mund të rritet në të ardhmen. Çfarë konkretisht të themi, përveç subvencionimeve të ju i potencua, çfarë po ndërmerr të themi ndërmarrja juaj për të rritur, për të bërë më tërheqëse të themi përdorimin e kullotave për fermerët e rinja? Si ndërmarrje, do të thënë aplikimi dhe forma se si mund të arrihet deri të shfrytëzimi një kullote shtetërore, është shumë procedurë e lehtë, nuk kemi ndonjë lehtësim tjetër për rinin, por kam një uri dhe e di që edhe Ministria e Bujqësisë, edhe programe të ndryshme të qeverisë nëpërmjet agjencionit për punësim, subvencionojnë të rinj të cilët fillojnë të merren me blegtori, dhe nuk është subvencionim i vogël, është një subvencionim i cili ju mundson realisht të rinjve që ta nisin këtë biznes, dhe ndërmarrja ka procedura shumë të lehta për të ardhur deri në shfrytëzimin e kullotave. Her pas here kemi edhe ne si ndërmarrje ashtu politik informuese për qytetarët, ku nuk ka ndonjë ndarje mes të rinj dhe më të moshuar, se si mund të vihet deri te shfrytëzimi i një kullote dhe normal benefitet e shfrytëzimit të një kullote duke kultivuar blegtorin si profesion. I nderuar, mund të na thoni sa mendoni se mungesa e fitimit të qëndrueshëm në blegtori është arsyeja kryesore pse të themi të rinjt të largohen nga ky sektor? Jo, nuk dhe e kisha quajtur mungesë fitimi, thash thjesht është një perceptim që është si profesion i vështirë, dhe besoj që ky percepcion është i gabuar, se nuk është kultivimi i blegtorisë, nuk bëhet më si në të kaluarën, ku nuk e pas shumë kushte për ta kultivuar blegtorinë. Domethënë tash ka edhe shumë pajisje moderne të cilët e lehtësojnë kultivimin e blegtorisë, thjesht është perceptimi për punë të vështirë edhe ndoshta jo atraktive. Por jo edhe mungesë fitimi, nga që
në kontakt me blegtorët, edhe atë të cilën vetë e kam pa, dhe më thënë, janë të kënaqur me fitimet të cilët i marrin nga kultivimi i blegtorisë. Blegtorisë, dhe më thënë. Organizoni të themi takime me blegtorët drejt për të parë, për t'i dëgjuar të themi edhe ankesat e tyre, çfarë kërkojnë ato, çfarë ju duhet të themi? Jemi në një ndërmarrje ku thjesht mund t'i quaj edhe blegtorët e vendit kemi bërë si një kolektiv, ku nuk kemi ndonjë dallim mes kolegut të cilën e kemi në zyrë, edhe blegtorin të cilën e kemi jashtë zyres, si shfrytzues të kullotave. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me të njëjtit, shpesh edhe i vizitojmë, por vizitat më të shpeshta i bëjmë përfaqësuesit gjithësisht kolegët të cilët punojnë në njësitë rajonale, dhe shumë informata marrim edhe nga ato, edhe sugjerime, normal. Kanë edhe ankesa, aq sa mundemi dhe sa kemi mundësi, mundohemi që edhe ankesat e atyre t'i kemi parasysh dhe normal kërkesat eventuale të cilat normal edhe i kanë ndaj ndërmarrjes. Por kontaktet i kemi të vazhdueshme. Cilat të themi nga qytetet këtë sektore ka më të zhvilluar, të themi interesimi i blegtorëve është më shumë, ose të themi ka një rritje më të madhe? Normal, pjesa e të quaje prilepit, Tetova dhe Gostivari njëjtë, për të habitur tash edhe pjesa e Strumicës ka rritje, por në lart poshtë ti thua se gati në të gjithë pjesët e vendit ka interes, normal dallimet tu varësisht edhe për numrit të popullatës, ku Gostivari dhe Tetova, pjesa tjetër Prilepi edhe si vendbanime më të mëdha, dhe më thënë janë ndër shfrytëzuesit më të mëdhenj të kullotave. Mund të na thuani se a duhet të ketë më shumë bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe atë të Bujqësisë për të promovuar të themi blegtorinë si profesion me perspektivë? Ne si ndërmarrje, normal që bashkëpunim kemi me Ministrinë e Bujqësisë, jo edhe aq me Ministrinë e Arsimit, por besoj që Ministria e Arsimit dhe Bujqësisë bashkëpunojnë në këtë drejtim për të promovuar edhe nëpërmjet të arsimit, normal edhe shkollave të mesme bujqësore, për të promovuar si këtë profesion si një profesion i cili në vërtet të jep mundësi të madhe ekonomike për të siguruar një fitim i cili do të ishte i volitshëm për një familje. Duhet të rritet normal bashkëpunimi edhe me Ministrinë e Arsimit, por me Ministrinë e Bujqësisë normal që në këtë drejtim kemi bashkëpunime të vazhdueshme. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata të rinj që shohin bujqësinë si profesion të vështirë dhe jo fitim prurës? E me që jemi tek mesazhi, edhe një mesazh për blegtorët aktual që duan të shfrytëzojnë kullotat shtetërore. Po, edhe gjatë bisedës të cilën pyetjeve tuaja, besoj që edhe pat edhe mesazhe për të rritë. Do të thënë thjesht mos e kuptojnë si profesion të vështirë dhe jo atraktiv, por ta kuptojnë si një profesion i cili t'jep mundësi shumë të madhe për të krijuar një biznes të fuqishëm familjar. Edhe të largohen nga perceptimi që ky profesion është i vështirë dhe nuk është atraktiv. Le ta perceptojnë edhe si traditë, të cilët e kanë kultivuar edhe të parit tonë, por fillimisht ta perceptojnë si një mundësi reale për një biznes të volitshëm për ta, ndërsa për blegtorët, realisht partnerët tonë, ti shfrytëzojnë kullotat ashtu edhe siç i kanë shfrytëzuar deri tash, pa i dëmtuar, njëjtë
të kujdesen për ta dhe të i shohin kullotat si një aset të përbashkët edhe të atyre edhe tonin për të kriju mundësia që këto kullotat mund të shfrytëzohen vazhdimisht pa ndonjë pengesë. Ju falimderit edhe njerë që ishit pjesë emisionit të mëngjesit që ndatë shumë informacione lidhur me këtë sektor, si dhe blektorët apo edhe të cilët të rinë duan të mund kanë tani ku të drejtohen dhe mund të adresohen tek ndërmarrja ku edhe ju e udhëheqni tani. Ju falimderit edhe njëherë. Falimderit edhe juve për mundësinë.